mesazh Allahu nëpërmjet Ramazanit, a pe shifni Samiri be me ngumue. E kur del Bajram, çka bëhet? Bajram i kena dy probleme. Shlon ato që janë lidh, i dini ato që janë lidh, shejtan. Edhe shlon egot e tona. Kur të bëhen bashk, apo edhe prishet atmosfera. Për këtë arsye, nëse don me pas atmosferë qetë, në familje, e në shtëpi, e në punë, e në mahall, e në rrugë, e në qytet, duhet na me ju bind Zotit. Urdhat e Zotit mi çun vend, edhe ndalesat me Allahu xhan mi çun vend. Shiko, rregullatori i jetës shisho, shumë i thjeshtë. Kur thoje Zoti bane, bane. Kur thoje mos e ban, çe kaç. Njerëzit i japin jetës komente ndryshme, ama jeta është shumë më e thjeshtë ndëruar xhamatli. Çka jeta? Jeta është bindje ndaj urdhrave të Zotit dhe ndalim prej ndalesave të Zotit. Të ka thonë sifir që u ha sifir. Deri në iftar s'ki me hangër, që kjo ndalesë. Kur vjen iftari prap ka dhënë urdhër me hangër. Që kjo. Dash me jetu jetën rahat. Ku të thoje Zoti bane bane. Kemi apo hajre, kemi apo bereqeti. Ku thoje Zoti mo, ta di s'është e keqe. Të ndëruar xhamatli, shpesh ana s'pe kuptojna. Kur ju thojna xhamatlive, mos e me kamoc ban, mos e me zinaz ban, mo me bigjoz nuk ban, mo me gjëra që si do Allahu s'ban, do ta provoj o xho. Pritni as po ka qare. Mirë, që ta kuptojna sa keq i bë. Me e pati sot gjatë ditës një njeri të madh, që ka him bilik. Midis ditës tu hangër, çka i thu? Te i thue, marrë këtën të agjerueti, apo, a i be keq? E mirë, pse neve po na ven keq kur dikush ha midis ditës? Pse na ven keq? Se e ka shkel urdhën e Allahut. E pse kur e dëgjon fjalën hayya 'ala s-salat, hayya 'ala al-falah në minare, pse kur i shohim njerëz që nuk i përgjigjen, nuk na vjen keq? Pse kur i shohim nëse dikush nuk e jep zakatin, nuk i vjen keq? Pse kur i shohim atë kanë që ka mundësi me shkon haxhe, nuk shkon, nuk na vjen keq? Pra, ne e kemi cungu Kur'anin, diçka kemi marr, e diçka kemi lënë. Feja do të më morë komplet. Feja do të më morë komplet. Thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Thot Allahu jalla jalalu, o të cilët keni besuar, në Islam hini komplet. Hini komplet. Se nuk shijohet Islami pa hi komplet. A mund të ndëruar xhamatli të me shiju një këmish, një parpantolle, një kom me shtinja mos me shtinja? A shijohet? Para më një roba qepës me thonë, s'pata valla bez, të marrova vesh një kom. Çka i thu? Lekit. O ja marroma që shduhet ja jo. Allah e ka bo Islamin petkun e madh. Veshe komplet që shka hije. Udkhulu fis-silmi kaffa. Hini në Islam komplet. Kur thire ezani përgjigju, kur thire Ramazani përgjigju, kur thire zakati përgjigju, kur thoje mos ban zina përgjigju, kur thoje ruje familjen përgjigju, kur thoje mos merr kamat me kredit përgjigju. Krejt këto janë urdhat Zotit xhelel xhelalu. Mos cungon në urdhat e Allahit. Andaj, kudo që siklet dhe mërzi dhe depresion, ta di se diçka i kanë shku kundër Allahit.